regjizore amerikane me Nancy Road në Teatrin e Operës kur punuam një musical. Dhe aty ishte edhe Mirush Kabashi, aktor, luante një personazh, nuk mundonte të ishte personazh, edhe një rast mungoi, nuk e di, pati një problem shëndetësor dhe u detyrova që u fundova e interpretova unë atë duke qenë se e njihja pjesën edhe isha më afër le të themi teatrit. Ishte rastësor apo kishe qef ta bëje? Jo, unë qefin tim e kam realizuar një rast tjetër tek opera, tek Bohem, kur ne prisnim tenorin dhe na vinte nga Italia, ndërkohë dirigenti kishte ardhur, ne po kishim bërë prova. Edhe unë kam kënduar rolin e tij për qefin tim në skenë që kam shijuar në prova, padyshim domethënë kam shijuar këtë muzikën në këtë tenorin edhe tash në këtë shfaqje në fundit që është kërkohet një tenor. Po kërkohet një tenor. Që komedi e mrekullueshme, është e gjitha e mbajtur me muzikë klasike, janë pjesët më të mrekullueshme por të trajtuara pak edhe në mënyrë komike. Nga Verdi,